Ma përpara që mi ka të reguar vetë se unë sëruaj evangeli. Dëgjoj, po ti ishe e virgjër kur u martove me Evangelin? Po. E virgjër? Ku kishte qupa jo të virgjër atje. Ose do qepeshin. Se ka dhe në atë ko qepeshin, në Durrës. Po. Shkoje në Durrës për të qepur? Shkoje në Durrës për të qepur? Po. Njera që ka bajtur, ka qenë në Durrës që është qepur. Wow. Po. Jo tani që është berë, thonë të tëra këto, s'kam asnjë. Po janë të qepura. Ajo që do është e qepur dhe mos e diskuto këta. Di unë një e di unë. Çfarë moshe ka ajo sot? Kush? Kjo që është qepur në atë kohë. Ere. Është e re, tani flas apo? Jo. Tani sa vjeç mund të jetë kjo? Sa vite para bëhet fjalë? Ore, sa vite. Po si e dëgjove ti që u qep ajo në Durrës? Po, e di unë, se ishte shokë e ngushtë që pëstima. Po mirë, për herë të parë, dihet ti si të bëhet dashuri? Dihet ti si të bëhet dashuri për herë? Po dinte biologu, re. A, dinte biologu. Këto që dolën tani, këta homot e qaran këta, i dinte këshu. I dija unë që në atë ka. I dije ti? I dija. Ke turist gej që të vinë tek? Sa të duash. Sipret. E me bibelino vinë. Si me bibelino, më? Jo, vinë plejt me bibelino, jo. Pare, ka. Sipret, i paragjykon apo asi? Jo, shumë të ka njët në Tirash. Edhe njeri u tim tjetë, kur nuk paragjykoj njeri u. Po njeri u pranon më shumë kur është në moshën tënde, apo kur është më i ri? Jo, kam filluar, janë ndërgjegjësuar. Janë ndërgjegjësuar, Po, janë ndërgjegjësuar. Po, dëgjoj. Po mbesën tënde e këshillon për gjëra dashurie? Qa thot kë? Ata i din që sa lindi në vezë, kjo thot. I din mirë, I din, po tani është bote e internetit e në Flore. është ndryshe koha, Ja, Vasilika. të tëra i din. Të gjitha. Nëse do të pyeste ty dikush për sekretin e dashurisë, çfarë do i thoje ti? Sekretin e dashurisë? Po qa të them unë tani ti sekretin e dashurisë? Nuk duhet të bini me një denk. Duhet të lozësh. Po s'loze, së lindi mjenja. Dakord? Burin e kisha artistash. Se kur lexon dhe i di të tëra, se ta lexonin edhe librat verdh në atë kohë sa duash. Çfarë është libri verdh? Librat Ortelasi me shok. Pse ne s'lexonim atër? Lexoje? Ua, që lexoja? Apo revistat që vinin. Alo. Hello. Uaj, përshëndet që të gjithi, e pa parë. Dëgjoj, çfarë do kishe bërë ndryshe ti në jetë? Qa do beja ndryshe? Po. Do vazhdoja shkollën. Vetëm shkollë. Për çfarë do kishe studiuar? Po tani, mua më doli në universitet atëre. S'kishim gjendje të vagonim. E busën time e mori një skraballi pase. Po unë e vazhdova, unë për 3 prodhime e lash biologi kimin. Pse ajo të pëlqeu? Jo. Nëse më Pa ajo të pëlqen. doli? Jo, ajo ishte këtu me korespondencë. Po oficere nuk të erdi kur mundësia do të bëjë? Jo, as nuk e kërkova, po kisha undëshi. Kështu që. A ka patur në lagje njerëz të cilët janë larguar, që nuk jetojnë më në Kala? Sa të duash. I të merr malli për ata? I mungojnë ata Kalas apo? Po ka nikur Ajka e Kalas. Më tepër ka nikur në Tiranë. Sidomos aty tek ajo lagja që s'ka shkolla ajo. Qa është bërë ajo? Lagja e Astiri. Astiri. Kanë shkuar tek Astiri? Atje janë shumë. Ka, në çdo vend që nuk ka. Po ka nikur. Kush ishte i mençëm nikur. Ne daruanim shtëpit. Po jashtë nuk mendove të shkoj asnjëherë? Po. Ku? Kam një shoqe aty, është e pamartuar dhe sot, ajo kishte lipin, Vaskendanise mjëse. Me 3 familje dajti ikim. Ku të shkonin?
në Itali. Po pse 3 fëmijët? Po Pa 3 burrin? fëmijë kisha unë. Pa burrin? Po buri s'donte se do mbante kullat e beut. Mhm. Kështu që Pse nuk pranove? nuk pranova se kisha frikën vetëm te fëmijët. Edhe unë ja prisha asaj. Hajde Flori, kthehemi. Do kthehemi tani. Kthehemi, se dhe Evangelin se vura këtej. Qa se vure Evangelin? Se vura ndjenin fare, se si vajti ushtria. Ja thua gjithmonë se ku shkon? E kam në edukat.